Thuaj se 1 në 2 fëmijë të moshës 1 deri 9 vjeç kanë dhëmë të prishur. Këto janë disa nga të dhënat e publikuara nga OBSH, e cila thekson se në Shqipëri rreth 48.6% e fëmijëve vuajnë nga kariesi dentar, shifër kjo mbi mesataren europiane. Mjekët stomatolog rendisin disa nga faktorët kryesorë të cilët ndikojnë në këtë problematikë. Problematika që na çojnë në prishjen e dhëmbëve janë mënyrat e ushqyerjes, higjiena, kontrollet periodike që duhet të bëhen por nganjëherë neglizhohen tek mjeku stomatolog. Vizita e parë që duhet i kryhet fëmijës, e cila nis që në moshën 1 vjeçare, por që anashkalohet duke pritur jo dalja e dhëmbit, jo presim edhe një çik, më pas nisin fobit tek fëmijët, mos prezantimi i fëmijës me mjekun stomatolog, çon që mos kemi një lidhje konkrete mjek-pacient. Sipas bluzave të bardha, kontrollet periodike, mos konsumimi i produkteve me sheqer dhe larja 2 herë në ditë mund të parandalojnë këto problematika. Kontrollet periodike duhet të jenë çdo 6 muaj tek mjeku stomatolog, ato duhet të jenë të përhershme. Vizita e parë, siç cekëm edhe më përpara, duhet të zhvillohet që në moshën 1 vjeçare dhe pastaj çdo 6 muaj kontrollet periodike. Largimi i ëmbëlsirave, sheqereve, pijeve të gazuara tek fëmijët, konsumimi i ujit. Uji është miku numër 1 i dhëmbit. Larja 2 herë në ditë, por sidomos para gjumit, të jetë e detyrueshme, të kthehet në rutinë definitive dhe shumë e rëndësishme. Sipas OBSH, Shqipëria renditet e 4-ta në Europë pas Bosnjës, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut për numrin e lartë të fëmijëve që kanë probleme dentare. Megjithatë, problemet e shëndetit oral mbeten të pranishme edhe tek të rriturit.